Bllokimi I hundove e veshëve të fëmijët. Përballë virozave të shpeshta, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit, shumë fëmijë përballen me të ftohtë, koll ose probleme të tjera të lidhura me rrugët e frymarrjes. Bllokimi I hundove mund të çojë në probleme të frymarrjes. Kur fëmijët nuk mund të përdorin hundët për të nxjerrë sekrecionet e mbledhura, kjo mund të krijojë një mjedis të favorshëm për bakteret dhe viruset, duke përkeqësuar simptomat e sëmundjeve dhe duke shkaktuar komplikacione më të rënda. Pashtu, bllokimi I veshëve mund të ndalojë ajrin dhe mikroorganizmat të dëmshëm nga kalimi dhe shkaktimi I infeksioneve të tjera. Nëse fëmia juaj ka simptoma të një viroze, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun për udhëzime të sakta dhe ta ndihmoni atë që të ketë mundësi për të marrë trajtimin e duhur. Pikërisht të ndalemi tek kjo periudhë virozash që më së shumti prek të vegjëlit tan, hundët e bllokuara, por nga ana tjetër rrugët respiratore në përgjithësi, duke vështirësuar përditshmërinë, mirëqendjen, rehatin e fëmijëve, por nga ana tjetër është edhe një alarm kur vjen puna tek shëndeti. Gjithmonë duhet zëri I ekspertëve të fushës dhe ne pikërisht të do bëjmë. Do zhvillojmë një bisedë me Sonila Bratin, mjeke pediatre, e zgjedh të na japë disa këshilla sot për të vegjëlit. Jemi së bashku. Mirë dita, edhe për mua edhe urime për studion dhe për emisionin, se jam për herë të parë sot. Duhet ja bëj urime. Shumë falënderit. Mirë, Sonila, çfarë duhet të bëjnë prindërit në këtë periudhë? Referuar edhe inserti që ndoqëm pak sekonda më herët, rrugët respiratore, hundët e bllokuara. Rrugët respiratore në fakt sipër me dhe ato të poshtë dhe fëmijët janë ato që kanë problematikat dhe vuajnë më së shumti qoftë në viroza, qoftë edhe në format të tjera, pra që fëmijët mund të bëjnë. Megjithatë, tani që ne jemi në një periudhë virozash dhe që jemi zyrtarisht në vjesht, problemi kryesor tek fëmijët janë bllokimi I hundëve, pra është e para simptom që neve hasim edhe vëmre tek fëmijët. Ndonjëherë pa temperaturë, ndonjëherë me temperaturë, po sapo hundët zihen dhe sapo ajo që është karakteristike e rrufa, mund të ketë një lloj probabiliteti që pastaj të fillojë edhe kolla, të fillojë dhimbja e veshit, të fillojë dhimbja e fytit, pra I gjithë problemi I fëmijëve, po mendoj dhe të rriturve është pjesa e hundëve. Ajo që ka një gjithmonë në fakt e o themi prindërve dhe është e vështirë ndonjëherë kryesisht për bebet e vogla, se tek bebet e vogla simptoma e parë është bllokimi I hundëve, pra hundët zihen, fillon vështirësia në frymarrje, ata grinden, nuk arrin dot të kapin gjirin nëse nëna I ushqen me gji, apo biberonin në rast ushqehet me qumësh formul, mund të fillojë dhimbja e veshit, që është një dhimbje shumë sfiduese ndonjëherë, edhe është një dhimbje shumë e fortë tek fëmijët dhe vetmja gjë që ne ja u themi prindërve që të mos shkojnë pastaj në bllokime të vështira, sepse ndonjëherë hundët bllokohen aq shumë dhe bëhet e vështirë lërimi I tyre, duhet që vazhdimisht të bëjnë atë që është fiziologjiku I thjeshtë, që ja u përdorin fëmijëve, sepse në moshën 1 vjeç sprajti I hundëve dhe këto alternativat e tjera është pak e vështirë të bëhen. Kështu që duhet të jenë sa më të lirshme hundët edhe rrugët e sipërme që pastaj mos kemi këto problematikat e tjera tek fëmijët, pra dhimbjen e veshit, dhimbjen e fytit edhe fillimin e kollës. A bëhet problem edhe temperatura në këtë periudhë? Na the pak më parë që ka disa raste shqetësuese kur flasim për virozat e fëmijët. A duhet menaxhuar në shtëpi dhe deri në çfarë pike? Shqetësuese bëhet patjetër nëse fillon temperatura, sepse nëse temperatura është 38 apo 38,5 dhe arrin të menaxhohet në kushte shtëpie, jemi në situatë mirë, po problemi është nëse temperatura është e lartë, pra është 39 apo 39,5 edhe ndonjëherë është e vështirë për të dominuar. Ne jemi në këtë periudhë jemi në situatë me viroza, më duhet ta them këtë, sepse shohim çdo ditë në qendër që kemi fluks, po edhe pediatria gjithashtu, fëmijë që vinë tek ne me temperaturë dhe simptoma tipike në fakt në këtë periudhë, mund të them që edhe në periudhën e verës kanë qenë, po kryesisht është temperatura, është rrufa, është bllokimi I hundëve, është dhimbja e veshit. Ne kemi parë fëmijë në këtë periudhë që kemi pasur shumë me probleme veshin, pra qoftë otitë të thjeshta, apo qoftë edhe otitë purulente, pra infeksione të veshit që ndonjëherë mjekimi është dashur ta zgjasin edhe për 10 ditë apo 2 javë për shkak të dhimbjes temperaturës, dhimbje të forta veshi në fakt është një nga ato organe që jep dhimbje shumë të forta tek fëmijët, edhe tek fëmijët e vegjël, po edhe tek ato moshat më të rritura, sa ndonjëherë fëmia qan për shkak të dhimbjes. Dhe për bebet është e vështirë. Për bebet është akoma më e vështirë, dhimbja e fytit edhe kolla. Kështu që
prindrit në fakt e vetmja gjë që duhet të bëjnë në shtëpi është të kenë antiperitikun e temperaturës, që ne e themi gjithmonë, dhe zhbllokuesin e hundëve. Pra qoftë atë fiziologjikun e thjeshtë, qoftë sprajti në mosha më të rritura, aparatin e aerozolit që gjithashtu e ndihmon shumë një fëmijë të vogël të liroj rrugët e sipërme respiratore. Sekrecionet, sepse folën për kollën, folën për probleme që zakonisht fëmijët të vegjëlit i shoqërojnë gjatë kësaj periudhe, po sekrecionet, çfarë mund të bëjë prindërit për sekrecionet? Sekrecionet nisin gjithmonë sapo hundët zihen. Në momentin që hundët zihen dhe fillon ai rrufa dhe pastaj mund të jenë në forma të ujshme, pra që mund të dalin vetë, po ndonjëherë mund të jetë një bllokim pak më i vështirë, aty nis kolla dhe aty fillojnë sekrecionet. Kryesisht kolla fillon e thatë, dhe në këtë periudhë, duke qenë periudhë vjeshte, ne kryesisht kemi pasur raste të fëmijëve që vinë tek ne me një kollë të thatë, mbytëse që ndonjëherë e kanë vështirë dhe të flen natën për shkak të kollës, por mund të jetë kollë me sekrecione. Edhe kolla pastaj me sekrecione ndonjëherë sa duket një kollë e vështirë, është ndonjëherë edhe një lloj elementi mbrojtës që në fakt i bën trupit e njëjta gjë pak a shumë. Është një lloj vetpastrimi. Është një lloj vetpastrimi. Dhe kur kolla fillon edhe bëhet me sekrecione, pastaj mbas aty fillon ndonjëherë vështirësia më e madhe, prindrit tentojnë të marrin ndonjë shurup kolle vetë në farmaci ose të nisin edhe këto format bimore, çajra të ndryshëm që mund të bëhen në shtëpi. Megjithatë, më duhet të them vetëm një gjë që jo çdo lloj kolle mund të ketë nevojë për shurup. Kjo është një gjë që në fakt dhe këtë mund ta ndaj vetëm mjeku. E ndan absolutisht vetëm mjeku, por e them këtë sepse ndonjëherë kur mund të jetë një kollë shumë e lehtë, pra një kollë e cila nuk mund të jetë problematike, nuk duhet nisur shurupi, sepse në momentin që ti e fillon shurupin duke qenë që ka ekspektorant të ndryshëm, pra që ndihmojnë pastaj edhe në largimin e sekrecioneve, ndonjëherë kolla mund të shtohet shumë tepër. Kështu që është e nevojshme dhe shumë e rëndësishme që në momentin që fëmia ka kollë duhet drejtohet tek mjeku, duhet të vijë, duhet të vënë stereoskop për të dëgjuar edhe për të kuptuar llojin e kollës edhe trajtimin. Për të kuptuar, trajtimi që bëhet për hundët e bllokuara dhe përdimin që kemi tek veshët bëhet i njëjtë edhe tek fëmijët që ende nuk e kanë bërë 1 vjeç në vitin e tyre të parë të jetës, me fëmijët e tjerë, edhe a duhet ndihmuar situata nga prindrit duke përgatitur çajra në shtëpi? Çfarë duhet bëjnë? Patjetër që po, sepse çajrat edhe këto elementët e ndihmojnë në fakt një fëmijë që mund të ketë bërë 2 vjeç, apo një vit e pak, se një fëmijë që është në 1 vjeç është shumë e vështirë për t'i dhënë çajra, e vetëm gjë që ti mund ta ndihmosh një fëmijë pa bërë vitin pra 0 deri në 1 vjeç. E para është fiziologjiku, që është shumë i domosdoshëm edhe është shumë i nevojshëm, aerozoli me fiziologjik, e ndihmon në fakt në lirimin e rrugës sipërme respiratore, thithja e këtyre sekrecioneve nëpërmjet disa pompave, janë disa elementë që e ndihmojnë në fakt dhe i japin një lloj komoditeti edhe nënës edhe fëmijën për të bërë pastrimin e hundëve. Ja u themi gjithmonë që pasi kanë bërë banjë, duhet që gjithmonë të pastrojnë hundët, sepse ndodh ndonjëherë që edhe në rastet më të shumta bllokimi i hundëve ndodh gjatë natës dhe në mëngjes fëmia mund të ketë një lloj probabiliteti për të ngritur me një lloj kolle. Ka disa spraj dhe ka që përdoren nga mosha mbi 3 muaj për fëmijët e vegjël, po ndonjëherë nënat e kanë vështira për t'ja u bërë dhe preferojnë më mirë të bëjnë fiziologjikun apo aerozolin e thjeshtë me fiziologjik dhe duhet bërë, siç e thash dhe më lart, pastrimi i hundëve sepse gjëja e parë që fillon tek fëmijët është veshi dhe dhimbja është e fortë, fëmijët qanë dhe grindet, si qanë dhe kolikat abdominale. Kështu që për sa i përket pjesës së veshit, pastaj ka disa produkte që ndihmojnë, që janë kryesisht në moshën mbi 3 muaj e sipër, dhe që përdoren me pika në formë lokale për të bërë një lloj qetësimi. Ndonjëherë pastaj edhe dhënia e ndonjë antipiretiku në doza shumë të vogla ndihmon për ta qetësuar. Mirë, nëse flasim për çajrat gjithë ne mund t'i përgatisim në shtëpi, kosto nuk kanë, janë të shëndetshëm, kanë benefite, cilat çajra do rëndisje? Çdo lloj në fakt edhe çdo lloj forme. Prindrit përpiqen nisim nga më të fuqishme. Dgjoj, prindrit përpiqen që në shtëpi dhe në kushte shtëpie të përgatisin çdo lloj alternative të mundshme për të kaluar një virus tek fëmijët, po edhe për veten e tyre në fakt, edhe kaq që ja dalin ta kalojnë në forma alternative, pra me çajra, me dhënien e lëngjeve, pa marr suplemente. Besoj ky është rekomandimi juaj, ta nisin me çajrat përpara se të shkojnë tek medikamentet, apo? Po, rekomandimi jon ky është në fakt e para
fare që ta monitorojnë 2 apo 3 ditë një fëmijë që mund të ketë bërë temperaturë dhe mund të ketë pasur gjendjen e rrufës. Ka që dalin ka pastaj që ndonjëherë kolla mund të bëhet shumë e fortë dhe situata mund të agravohet dhe është e rëndësishme që të vinë tek mjeku dhe të vlerësohet mendimi i tij. Shiko, e para prindrit ato që ka përdorin janë disa alternativa, qepa në mjalt, sherebela, blini, çaj malit, gjethedafine, që përgatiten në kushte shtëpie, ndonjëherë edhe në formën e avullit për të liruar këto rrugët e sipërme respiratore, për ata që nuk kanë mundësi të kenë një aparat aerozoli, mund të zihen vetë në shtëpi gjethedafine dhe ta përdorin si një lloj avulli për të liruar rrugët e sipërme, kryesisht dhe tek fëmijët, po edhe për veten e tyre. Pastaj konsumimi i lëngjeve, këtyre i portokallit, konsumimi mandarinave, tani ne fillojmë sezonin e frutave e agrumeve që në fakt për fat mirë kanë shumë vitaminë C. Dhe ne në fakt ajo çka ja u referojnë gjithmonë prindërve dhe u themi që vërtet vitaminat në periudha të caktuara dhe suplementet kanë një lloj vlere, por ajo që është shumë e rëndësishme është ushqimi, që ti të ushqehesh mirë, të kesh një jetë të shëndetshme, të kesh më tepër imunitet nëpërmjet gjërave të bëra vetë në shtëpi dhe ushqimit. Kështu që janë alternativa që ekzistojnë, janë alternativa që bëhen, kështu që edhe ne ja u referojmë në fakt. Mirë. Mirë, ne fëmijë nuk kemi, edhe pyetjet zakonisht vinë nga regjia, por që kemi një pyetje për situatën. Kur duhet i drejtohemi patjetër mjekut për këto viroza? Sepse treguam gjithë mënyrën se si duhet bërë trajtimi në shtëpi, se si ne mund të kujdesemi në hapat e parë, çfarë duhet të mbajmë në shtëpi. Por pas sa ditësh me temperaturë duhet drejtohemi patjetër tek mjeku me të vegjëlit. Nëse temperatura është e lartë 24 orë të para, që është 39 apo 40 që nuk dominohet, duhet ditën e dytë të drejtohet tek mjeku. Nëse është një temperaturë e cila mund të jetë subfebrile, që mund të shkojë 37,5, 38 dhe që mund të kalojë dhe vet, pra me 2 apo 3 ditë me një gjendje rrufe apo kolle, duhet drejtuar tek mjeku pas ditës së tretë. Megjithatë, unë mendoj që nëse temperatura është e lartë, është rebele ndonjëherë, edhe në kushtet e natës të kapra ti nuk e ku shkon në një qendër shëndetësore, edhe pastaj urgjenca është një alternativë për të shkuar dhe për t'u drejtuar. Mirë, Sonila, sepse siç të thash, ne prindër nuk kemi bërë akoma dhe ne po konsultohemi me popullin dhe pyetjet e popullit vinë mu këtu te ky veshi, nuk e kemi me problem akoma. Çfarë duhet gatuajnë nënat kur fëmijët e tyre janë me viroza, pra ushqimet që duhet përgatitur, që janë antiinflamator të mirë dhe mund të ndihmojnë të kapërcej situata gripale apo situata me viroza. Po nuk është se ka receta specifike për këtë. Ti të fëmijëve të tu, çfarë? Unë s'kam fëmijë një lloj si ju, kështu që unë jap këshilla, po kur të bëhem vetëm me fëmijë pastaj do t'i kem parasysh gjërat. Të gjitha këto këshilla që kam thënë deri më tani. Dëgjoj, nuk është se ka receta specifike. Përgjithsisht në momentin që je me viroz, ke temperaturë, je i lodhur, je i kputur, ndonjëherë je me diare apo me të vjella, edhe vetë fëmia nuk është se ka ndonjë lloj dëshire të madhe për të ngrënë, pra ka një lloj mungese oreksi, është shumë i lodhur, nuk dëshiron të hajë, edhe ne prindërve ja u themi sa herë që nuk duhet tentojnë që t'ju japin më shumë se ç'duhet, sepse ndonjëherë nëse ti je me të vjella, ke një lloj pa dëshire për të ngrënë, një lloj si ne, pak a shumë si të rriturit, nëse ti ai jep diçka me zor, pa diskutim që ai do të tentojë të mos ta hajë, po që ajo çka rekomandohet është konsumimi i suprave sa më tepër, pra për këtë e kam fjalë. Patjetër, domethënë supë e bërë vetë në shtëpi me zerzavate nga më të ndryshme, për fat mirë tani ka goxha fruta dhe zerzavate që mund t'i konsumoni. Lëngjet patjetër, sigurisht, pra lëngje të bëra vetë dhe këtë ja u themi sa herë, pra qoftë lëngun e portokallit, mandarina, shega, gjithashtu një frut shumë i mirë, një antioksidant shumë i mirë që mund të përdoret, jo gjëra të rënda, pra nëse një fëmijë është i smurt, nuk mund të konsumojë një gjellë të bërë në shtëpi, sepse probabilisht është e rëndë. Absolutisht lëngu i mishit, pra i kockave të mishit, është një rritës shumë i mirë i imunitetit tek fëmijët, që ti mund ta bësh edhe në formë supe, me disa makarona apo me pak oris, që mund ta ndihmojë që ai të ushqehet, ma aq sa duhet, edhe për të marrë
marrë vlerat e duhura, pra për të marrë të gjitha ato vitamina, minerale, kripra që mund t'i ketë humbur edhe sepse kur një fëmijë bën temperaturë, ka një lloj tendence për të dehidratuar, për të humbur lëngje, kështu që nëpërmjet këtyre ti arrin që të kompensosh ato lëngje që mund të kesh humbur. Një të fundit, sepse jemi edhe në limite kohore, doza vitaminës C ka një raport të drejtë dozë dhe mosh, kur vjen puna tek fëmijët? Pa diskutim që ka një dozë, më duhet them diçka në fakt që tani në periudhën e vjeshtës multivitaminat rekomandohen gjithmonë për të shoqëruar me antibiotik, nëse merret një antibiotik, po edhe si suplemente ndihmëse, doja pa diskutim që jepet nga mosha 0 deri 3 vjeç dhe nuk shkëputet, por për sa i përket vitaminës C, jepet me pika për kilogram peshë tek një fëmijë i vogël, tek të rriturit në format e tabletave. Pra, kryesisht vitamina C janë 1 pikë për kilogram peshë, pra në varësi të peshës ti jep aq pika sa i duhet, ose multivitaminat në mililitra në bazë të peshës që fëmia ka. Përgjithsisht, vitamina C është në fakt një rritës shumë i mirë i imunitetit dhe më duhet ta them nëse merret e thjesht, pra pa suplemente tjera, pa D, pa K, pa B, pra jo si multivitamin, thjesht vitamin C, nëse fëmia ka kaluar një virozë me temperaturë disa ditë, ka mungesë oreksi që është tipike një virozë lodhje, rekomandohet dhënia vitaminës C. Të paktën për 10 ditë apo 2 javë, njëjta gjë dhe tek të rriturit. Shton oreksin apo jo? Absolutisht shton oreksin, bën një lloj hapi oreksin dhe ti pastaj fillon të ushqesh më ndryshe dhe të konsumosh gjërat. Pak a shumë edhe për të rriturit kjo gjë vlen, po në formën e tabletave, pra ose 500 mg ose 1 gram në ditë apo 2 gram në ditë në varësi se situatë. Sonila, faleminderit shumë për këtë bisedë. Vyer në këtë periudhë të vitit, je gjithmonë e mirë pritur, detyrë të mbar. Se me siguri ke një ditë të angazhuar, ne do kthehemi vetëm pas pak, bëhemi gati për të pritur një artiste.